të cilat ka mendime të jo besueshme, po momentin që e ban, të me thonë njëhet tepër mirë edhe e beson atë që një piercing, një shpem në pikën adekuate ja ndryshon jetën. Hajde pak shpjegona me që jemi këtu të ti, nëse kemi problem me migrenën, ku vendoset piercingu? Për shkak akademisë, nuk kemi të drejtë të i tregojmë pikat se ku do të mu shpu. Ne jemi person i licencum dhe i kemi 3 pika që ndalojmë për shembull personat që kanë probleme me migrenë, gjitha llojet e migrenës, migrenë me aura, vestibulare, menstruale, dhimbje koke nga tensioni. Gjithashtu thirret edhe pika shënmen që është për imunitet, stres, ankth, gratë që kanë probleme me menopauzë, dhe me thonë janë ndryshojna ato farë simptome, emocione që i kanë të ndryshme. Edhe tek pjesa alergjisë, kanë probleme me plurat të shtëpis, me polen, me gjelbrem, me dikush që mban edhe kafë shtëpiake, kanë alergji për shembull të sytë, skuqje syve, do të thonë edhe këtë problem e eliminojnë. Momentin që vinë, kam përdor për shembull tableta shumë, pilula shumë, sprej shumë, edhe nga mjekësia moderne janë, do të thonë janë lodh duke përdorur shumë medikamente, atëherë ju nënshtrohen për me bën një piercing alternativ. A ka gjasa mos me funksionu të dikush? Deri tash, për momentin që unë bëj piercing, që jam njeri adekuat dhe jam shumë e lumtur që e përfaqësoj Kosovën edhe Shqipërinë për piercing si ambasadore e licencuar, deri tani nuk kemi asnjë reklamacion. Të gjithë janë të kënaqur. Si alternative gjithmonë ka kalu në për shumë paragjykime, besoj edhe kjo që bën ti, sepse është mjekësi ndryshe, pa ka ndonjë piercing që ju mshel gojën do njerëzve që paragjykojnë folin palime këtë kohë. Unë mendoj që edhe do të më bëj shumë piercing. Unë mendoj që edhe piercingu shënmen është një balancues shumë i mirë i trupit, dhe me thonë të mban edhe ashtu në qetësi. Interesante. Dhjetor? Po, si marrë që kemë të thonë, adel për shamull, unë e kam që atësem, për shamull se nëse më kishe po në televizor, se cili për juve, më kishe po qysh veshna, qysh buna, të kishe nëzit me paragjikut, të kishe nëzit me full diçka, me kritiku diçka, a këqyrja vuthin, a këqyrja syzat, këqyrja flok, këqyrja këto. A përdin, është diçka që nuk, që të mos nëse nuk e she non-stop edhe nuk je, po është letë për shamull, unë për veti edhe janë nisë me të pranu njerëzit kur e konfident, kur nuk vjen marrë me thonë, ose nuk e ki mërzi me thonë dikush qërja flok, qërja vëth, qërja ato, qërja ato. Ti e ki pranu vetëm para se me u lodha për të pranojnë ajo tjerë. Momentin që e bëj atë sen, nuk më vyun asë një kritik akademik, asë një asesi, vishë ta bëj bravo. Që këne hin, që këne del, nuk është që... Nuk të vinë support për tjerëve, për me një atë vetë besimin tonë, për mënyrën e jetesës tonë. Po vetëm, a duhet të tolerojmë çdo mendim, edhe pse është ndesh me vlerat tona, se tashti deri tashti po tentojmë me tregu që duhemi me akseptu. Po a duhet me ndryshu mendim nëse ajo bjen ndesh me vlerat që i kemi ne si individ? Jo, asnjëherë. Po flas tash personalisht nëse veç bjen ndesh me mendimin tem ose... Përshon një farë trysnie të cilën njerëzit kanë filluar dhe me hezitu me jap mendimin e kundërshtem. Nuk po guxojnë me kundërshtu një mendim të dikuj që nuk përshtatet me mendimin e vet. Jo se po të sulen me njëherë krejt edhe... Komforti që komfort zona që e kina. Komfort zona dhe dush me pranu qka do që të servohet dush me pranu. So ndikon kjo të aspekti edhe pse? Po ndikon aspektin psikologjik nëse të servohet diçka negative dhe ti dush me pranu me pa tjetër. Se sot kemi gjenerata, dhe me thonë gjenerata treja që unë për veti personalisht punoj shumë edhe me gjenerata treja që jënë të përdur substanca. Dhe me thonë, nëse veç është shumë dukuri e të mërshme, a duhet me pranu ato si dukuri, dhe me thonë është insod, duhet me pranu pëse edhe pëse është e keqe hajtë pe marin krejt, vjen prindi, vjen një fëmijë ndoshta që përdur shumë pe marin krejt, ose vej po pinë krejt, ose jonë dhe dukuri që nuk i kemi pas, edhe tash po duhet mi pranu pëse pe bojnë krejt. Për mu bo cool për të tjerë. Ka plot tema tabu menoj që shëshnia jonë... Jo, po shumë mirë edhe me diskutu këto tema, pëse me hezitu se na po folim në përgjësi. Po heziton se është problemi të familja, problemi kryesor është të familja. Më thonë, problemi linë mas pari në familje. Vjen fëmija 5 në klas me 17 Pro Max, e kanë krejt në shkollë. Atër po vjen dhe të bullizimi, se tjetëri se ka. Unë konë shumë fëmijë që vinë bullizum për i shkollave, ma me emën pej. Me thonë, e ka se ka, erdhe me një qanë qdo det, erdhe me një par pantolla qdo det. Me thonë, janë do tema që nuk po preken, edhe e ka ajë du të me pas krejt. Po thonë që krejt të probleme po lindin mas pari në familje, këtë që edukimi,
atëre vinë A i bjen tjera. kjo që ndoshta... Ta liroj vendin, Valon? Jo, mirë jom që tu ko ka kontu kuj mirë. Po më pëlqen tema për që ata për ndërhy. Jo, s'ka problem, po si po i drejtosh me pyetje, po bën me shumë pasion. A ki dëshirë të E ardhmë? ndëgjova me vëmendje për që ta. Po e trajton si ekspertën e çështjes. Po, besoj për që ta dhe është për Tash i krena ka biznisi. A i bjen Ishte me se... ta drejtu një pyetjur, no. Jo një pyetje, është një koment, fakt, ma shumë. A i bjen që na sish është një në aspektin, le themi, psikologjik, social, ose në aspektin e emancipimit. E kemi harru pak edhe se nuk është larg që ka përfundu lufta, 20-30 vjetë. E para, na sish është një nuk po di me usill në, le themi, në demokraci, apo ndoshta është edhe ky çmim që duhet me pagu se shumë kombe ma herët e kam pagu këtë çmimin e transformimit, ndryshimit, e kam pranu se kam pranu ndryshimin në çështje tjetër, dhe pjesa tjetër është në lidhje me a i bjen që edhe influenca pro-evropiane kanë diku në këtë ndryshimin tonë, Gjithmonë po arsyetohemi që influenca evropiane kanë diku të na. Po pse nuk i morëm gjanat pozitive na prej Evropës, po i morëm krejt negative. Apo ato qa po na konvenojnë. Jo, nuk kanë diku influenca. Na veç që thojmë Shqepi kemi qitë harpallakun tash mas luftës, se këta e mikun. Unë mendoj ashtu. Frika nga ndryshimet gjithmonë lindë dhe prodhon paragjykime, po njohja më e detajuar e këtyre ndryshimeve që kanë ardhur i zbut ato. Unë isha nalë veç pak në këtë botën e showt. Për shembull, për ne ka qenë shumë paradoksale me e pa një travestite në ekran. E kemi paragjyku, kemi hedh balt mbi këto personazhe. Ne kemi pas në këto reality showt shqiptar persona të kësaj kategorie, të cilët kanë ardhur dhe të cilët janë kryqëzu që në ditën e parë, madje që në ditën e parë kur janë lajmëruar që do të jenë pjesë e showve. Është të bo drame madhe, kolektive, shoqërore,